Për herë të parë, Orkestra e Filharmonisë së Kosovës u ngjit në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë, duke sjellë një koncert të veçantë për artdashësit korçar me tingujt e muzikës klasike shqiptare e botërore në qytetin e serenatave. Në drejtimin e dirigjentit e njohur Baki Ashari, orkestra interpretoi një repertor të pasur artistik me vepra të kompozitorëve shqiptar dhe të huaj, të cilat u pritën me duar trokitje dhe emocione nga publiku në sallë. Një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes ishte interpretimi i një serenate të njohur korçare, një surprizë artistike që krijoi atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese në teatr. Dirigjenti Baki Ashari e cilësoi këtë interpretim si një dhuratë simbolike për qytetin e Korçës dhe publikun e tij artdashës. Unë jam për herë parë në Korçë dhe ky ishte një emocion i veçantë që po vijmë në një qytet të madh kulturor të Shqipërisë, të gjithë shqiptarisë themi, me gjitha histori që ka dhe natyrisht kishim emocion të prezantojmë një program enkas të përgatitur për publikun korçar. Kemi dëgjuar që Korça nifet për një publik të mrekullueshëm, të rregullt, jo vetëm në evenimente muzikore, po kulturore, teatrale, kështu me radhë. Emocionet për koncertin në Korçë i ndau edhe violinistja dhe solistja e njohur Sihana Badivuku, e cila vlerësoi publikun korçar si një ndër më të kulturuarit për muzikën klasike. Emocione përplot. Në një anë unë dhash emocione, në anën tjetër publiku aq i ngroft i Korçës, që unë e di sa e keni një publik jo vetëm artdashës, po muzikal, sepse Korça është me traditë shumë të lashtë e të lartë muzikore. Orkestra e Filharmonisë së Kosovës është kthyer në një nga institucionet më të rëndësishme të muzikës klasike shqiptare në rajon. Përgjatë viteve, ajo ka përfaqësuar kulturën shqiptare në skena prestigjioze europiane si në Vatikan, Paris, Rom dhe Bern, duke bashkëpunuar me artistë dhe dirigjentë të njohur ndërkombëtar. Koncerti në Korçë u mirëprit dhe u konsiderua si një urë kulturore mes Shqipërisë dhe Kosovës përmes gjuhës universale të muzikës.